A është e vërtet që ushqimi në Malë të Zi nuk është i mirë? E janë ta zbulojmë bashkë atyre ditëve në Budva. Restoranti i parë që provuam ishte në qytetin e vjetër dhe na qelloi i mirë, porcionet ishin goxha të mëdha, por edhe të shijshme. Unë mora një seti për leje me mish që ishte shumë e mirë, më ka pëlqyer. Shumë me qejf kishim vistën, një restorant i cili ishte si në Kodër dhe pamja normalisht ishte mbi qytetin e vjetër, shumë e bukur, ama pjatat pothuajse i kemi lënë, unë të mia të hëngra sepse më ka shkuar diku te 70, vetëm për gjitha pjatat që hëngra dhe më vinte keq. Ju a merr mendja që zgjidhjen e gjetëm te Pekara, domethënë furbuke, sepse këto mantijat për shembull me djathë me mish të gri ishin shumë të mira, edhe kjo me susan po ashtu shumë e mirë. Citadela, një restorant që ishte si në Kështjell, ishte fantastik, me një pamje shumë të bukur, me një vibe shumë të mirë, por përsëri tek pjatat nuk shkonte njësoj raporti i cilësisë me çmimin shumë të lartë. Edhe në market kemi marrë gjëra her pas here për të kaluar në një vakt, ndonjë mesvakt, domethënë varësi të ditëve, dhe kemi marrë gjëra goxha të mira, ndonjë sallatë shpejtoni. Kjo xhire ishte një nga më të mirat që un kam ngrënë edhe në Tiranë edhe kudo tjetër, dhe akulloret çuditërisht ishin shumë të mira. Kjo xhelis dhe një tjetër xhoro, oro, ishin shumë të mira, ama kjo xhelis më duk si më e mirë, kështu që ta keni parasysh nëse shkoni. Sa i përket kafes, pastaj vetëm në një vend ma bën të keq, pastaj kudo ishte si në Shqipëri. Kaq, ciao.